Miqtë Media Ngjalli, jemi sot me profesor Taksiarqis Kolias, i cili na vjen nga Universiteti Kombëtar dhe Kapodistria në Athinës, i cili studiues në fushën e bizantinologjisë. Në fakt, profesori sot do na hedh dritë mbi ndikimin e perandorisë bizantine në territorin e Shqipërisë. Έλαβα μία πρόσκληση. Faleminderit atë Grigor, mora një ftesë me qëllim të merrja pjesë në konferencë që zhvillohet për herë të parë në Shqipëri në Tiranë. Bëhet fjalë për një konferencë e cila ka si objekt Shqipërinë, do thoja hapësirën e saj si pjesë e Bizantit dhe cila ishte lidhja e kësaj hapësire, pra e Shqipërisë me Bizantin si pjesë e kësaj perandorie që i përkiste dhe përbënte pjesën e saj. E konsideroj shumë të rëndësishme sepse nëse nuk gaboj është hera e parë që organizohet një konferencë e tillë këtu në Shqipëri dhe shpresoj të ketë vazhdimsi. Mendoj se është shumë e rëndësishme të ketë bashkëpunim ndërmjet kolegëve shqiptar, ndërmjet shkencëtarëve shqiptar, historianëve, paleologëve, bizantologëve në përgjithësi, arkeologë me kolegë të tjerë të huaj të ndryshëm, bashkëpunim që ekziston, por që të përparoj akoma më shumë, sepse në shkencë dhe në jetë kjo është e rëndësishme, të kesh bashkëpunim dhe të ecim përpara së bashku. Συναδέλφους στο εξωτερικό. Η συνεργασία η οποία υπάρχει, αλλά να προχωρήσει ακόμα περισσότερο, γιατί στην επιστήμη και στη ζωή αυτό είναι, το να έχεις συνεργασία και να προχωράμε όλοι μαζί. Profesor, ju jeni në Universitetin Kombëtar dhe Kapodistrin të Athinës, por mund ta thoni diçka më tepër rreth profesionit tuaj. Can you tell something more about your profession, a small introduction for our people? Ευχαρίστως. Επειδή πρώτα βρισκόμαστε τώρα στην Αλβανία, θέλω να αναφέρω ότι επί περισσότερα από 15 χρόνια... Me kënaqësi, së pari, meqense gjendem në Shqipëri tani, mund t'ju them se fillesat e karrierës time nisin në Janin duke dhënë leksione për 15 vjet në Universitetin e Janinës. Dhe e përmend Janinën, meqense si nga ana gjeografike dhe gjeofizike është afër. Pas Universitetit të Janinës u transferova dhe kalova më pas në Universitetin e Athinës, duke dhënë për vite me radhë leksione në universitet. Tani jam në pension, pra zyrtarisht i shkëputur nga puna. Sot jam, siç thuhet, apo siç quhet në terminologjinë ndërkombëtare, një profesionist i lirë, por nuk do të thotë se jam tërhequr. Përkundrazi synoj do thoja të jem aktiv dhe të rend më shumë se kur isha i ri. Meqense më pyetët për mua personalisht, pa dashur t'ju lodh, po përmend që për 12 vjet thuajse isha drejtues i Institutit të Kërkimeve Bizantine dhe në vazhdim në Institutin Kombëtar të Studimeve Kërkimore në Athinë. Mendoj se kemi bërë punë. Nëse doni, mund të shtoj diçka akoma. Në diskutimet tona pak më parë jashtë kameras në lidhje me kuadrin e medias, hapjes, teknologjisë bashkëkohore e të tjerë, përgjatë mandatit tim, duke u mburur pak, krijuam revistën e parë elektronike shkencore me një qasje të hapur, Open Access. Midis viteve 2007-2008, një revistë ndërkombëtare për Institutin e Studimeve Kërkimore Bizantine dhe kjo revistë quhet Bizantina Sinikta. Mund të futet dikush dhe të shikojë publikimet nëse ka interes, pa i kushtuar asgjë. Της θητείας μου δημιουργήσαμε το πρώτο ηλεκτρονικό επιστημονικό περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης, open access που λέμε, το 2007-2008 διεθνώς ήταν το πρώτο στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Βυζαντινών Σπουδών και λέγεται Βυζαντινά Σύνικτα το περιοδικό. Μπορεί κάποιος να μπει μέσα και να δει τις δημοσιεύσεις χωρίς να του κοστίσει κάτι, αν έχει το ενδιαφέρον. Atëherë, profesor, le të ndalemi pak të kthehemi edhe pak tek për të folur për Bizantin. Professor, let's talk a little about the Byzantine Empire, about the Byzant itself. What is Byzant? Because in Albania there are not so many information about the time that Albania was under the Byzantine Empire. Ναι. Δεν χρειάζεται να είναι κανείς Αλβανός, δηλαδή είπατε ότι δεν γνωρίζετε πολλά. Αυτό συμβαίνει
σε κάθε κοινωνία και στην ελληνική ακόμα που ασχολούμαστε... Nuk është e nevojshme të thot dikush se jam shqiptar dhe nuk di aq shumë për Bizantin, sepse kjo ndodh në çdo shoqëri, madje edhe në shoqërinë helene. Pra edhe me ne në Greqi që merremi pak më tepër se sa vendet e tjera. Së pari bëhet fjalë për një shoqëri e cila para së gjithash ishte një shoqëri e kohës së saj. Ne themi një shoqëri e mesjetës, disa e përdorin termin Bizant duke ju referuar me një nuancë negative. Jo, bëhet fjala për një shoqëri e cila ishte pararoj në kohën e saj, në periudhën e mesjetës dhe më gjerë. Madje ishte më e hapur se sa disa shoqëri të tjera. Mos harrojmë se në Perëndim kishim procedura të ndryshme, të cilat ishin mesjetare, që mund t'i konsiderosh përsëri me një kuptim negativ. Jo, çdo periudhë ka karakteristikat e saj dhe duhet ta shohim sipas asaj kohe dhe jo ta gjykojmë me kohën e sotme. Të përpiqemi ta shohim përmes asaj kohe sikur të jemi, sikur jetojmë në atë periudhë, nëse duam që të vlerësojmë, edhe pse vlerësimet nuk janë gjithmonë të dobishme, do shohim që Bizanti ishte diçka ndryshe. Dhe natyrisht kjo ishte një perandori e madhe që pasoi perandorinë romake. Do të thoja është vazhdimi i perandorisë romake dhe nuk e them vetëm unë këtë gjë, ajo është vazhdimësia e perandorisë romake të Perëndimit, pra perandoria romake e lindjes. Sepse perandoria perëndimore u shkatrua dhe nuk mundi të ruaj ecurinë e saj, sepse erdhën raca të reja, popuj të rinj që u vendosën në hapësirat e perandorisë së vjetër, asaj perëndimore. Pra kemi Romën, traditën romake, lindjen, më pas krishterimin, i cili është karakteristika më kryesore, do thoja, ose një ndër 2 apo 3 karakteristikat kryesore të kësaj perandorie. Do me thënë, Bizanti është perandoria lindore romake e kristianizuar. Dhe të shtoj një element tjetër, pra tham Roma. Kristianizimi dhe elementi tjetër është gjua helenike dhe përmes gjuhës helenizimi i kësaj perandorie. Kur themi helenizim, ashtu si dhe Roma, nuk do të thotë që të gjithë nënshtetasit, qytetarët e saj ishin të gjithë romak dhe se dinin, flisnin të gjithë latinisht. Jo, nuk ndodh kjo, thjesht gjuha latine ishte gjuha mbizotruese që do të duhet dikush që të dinte latinisht që të mund të kryente transaksione tregtare, të kishte një karrierë në këtë shoqëri nëse dëshironte të ndiqte e të tjerë. Në të njëjtën mënyrë në perandorinë romake të krishterë të lindjes, gjuha helenike është gjuha mbizotruese, që do të duhet dikush që ta njihte për një ecuri në këtë shoqëri. Nëse ishte një bujk në një territor të largët, nuk ishte ndonjë arsye dhe aq e nevojshme që të mësoj gjuhën helene ose si më herët gjuhën latine. Vazhdon në shoqëri i izoluar, i lumtur apo i palumtur, nuk e dim, por nuk është e rëndësishme. Por gjuha helene është ajo që mbizotron në perandorinë bizantine dhe që përdorej për disa shek. Përse përdoret termi bizantin dhe që nuk jemi të gjithë të lumtur me këtë, kjo është një temë e gjerë. Mos harrojmë tek përdorej termi Romios, nënkuptohej një krishter, i cili njeh gjuhën helenike, por nuk do të thotë domosdoshmërisht të ishte helen, pra grek. Mund të ishte vëlla, mund të ishte slav, mund të ishte shqiptar, mund të ishte një banor në një hapësirë të Azisë së vogël, ti përkiste një racë tjetër, pra nuk ishte të bënde me gjakun, a dënën që je helen. Jo, je Romios, pra i përket traditës romake, perandorisë romake, që ka ato karakteristika që përmenda, kristianizimin dhe nuk do të thoja frym helenike, por me elementin qendror civilizues kulturor, gjuhën helenike, traditën helenike. Pra, kristianizimi është Bizanti dhe Bizanti nuk kuptohet pa kristianizimin. Dhe natyrisht, perandori nga një anë, pra imperatori, perandor i romakëve në Perëndim, i cili njihet Vasilevs, mbret i Romejve në lindje, sepse në Bizant ata e njihnin zyrtarisht të veten, u quanin Romej dhe në vazhdim kemi këtë zhvillim, mbret ose imperator perandor. Në Bizant kemi mbretin i cili sundon dhe kishim patrikun, kreun e kishës që vinte pas perandorit i cili
ishte gjithashtu personi më i lartë pas mbretit me kompetenca për çështjet shpirtërore. Dhe siç kemi një tekst me përmbajtje ligjore i shekullit të 10, pothuajse në fillim të atij shekulli, aty nga vitet 900 pas Krishtit. Në këtë tekst me përmbajtje ligjore na jepet që në fillim një përcaktim, një përkufizim. Kush është perandori dhe kush është patriku? Perandori është ai që ka përgjegjësinë, ka detyrim të interesohet dhe të shërbejë në shtetësve të tij dhe të mbrojë ata, e të tjerë. Patriarku është përgjegjës, ka kompetencën të kujdesej për shpëtimin frymor dhe shpirtëror. Janë shumë të rëndësishme për të njohur këto dhe secili mund të lexojë, sepse përshkruhen në 5 rreshta secila këto kompetenca. Pra, kështu kuptojmë atë që thuhet që pa kristianizimin nuk mund të kuptohet Bizanti. Janë këto dy pole, perandori, patriarku. 5 και 5 αντίστοιχα. Να διαβάσει τις αρμοδιότητες και αυτό έρχεται λοιπόν σε κατά κάποιο τρόπο απάντηση αυτού που είπατε ότι χωρίς τον χριστιανισμό δεν νοείται το Βυζάντιο. Είναι αυτοί οι δύο πόλοι, αυτοκράτορ, πατριάρχης. Profesor, në fakt, Shqipëria ka qenë në pjesë e Bizantit. Si trajtonte Bizanti popull që ishin nën ombrellën e saj, nën perandorinë bizantine? Professor, meqense Shqipëria, because the Albania has been under the Byzantine Empire, how does the Byzantine Empire treated the nation, the people of different origins? For example, Greeks, Romanians, Bulgarians, Slavs, all that was Albanians that were under its umbrella, under its empire. No. Do they have the same rights? Do they have the same? So the people were treated the same, or? Ναι, δεν υπήρχε διαφορά. Δεν υπήρχε διαφορά. Ήταν όλοι υπήκοοι. Πρώτα δεν πρέπει να ξεχνάμε, όπως ανέφερα λίγο πιο πριν, ότι Shqipëria në Bizant. Po nuk ekzistonte diferencë mes popujve, ishin të gjithë në shtetës. Para së gjithash, siç thash më parë, nuk duhet të harrojmë që gjuha helenike, karakteri helenik nuk ishte detyrues dhe nuk e kishin të gjithë të njëjtën karakteristikë. Karakteristikat e një heleni, greku, apo një përsaktim kombëtar, nacionalist, siç i kuptojmë sot, ishte një perandori e madhe e cila ishte, do thonim, shumë etnike, do me thënë shumë popull jetonin dhe përbënin këtë perandori. Dhe për shtetin qendror, për perandorin, administratën në mënyrë konvencionale, nuk luante ndonjë rol çfarëishe. Mund të ishe armen dhe kemi disa perandor armen, mund të ishe grek, slav, shqiptar e të tjerë. Kishin të njëjtën perspektivë. Parakusht ishte që duhet të ishe i krishter. Dhe, siç thash më parë, nëse doje të ecje përpara në jetë, pra që të mos ishe thjesht një bujk në një zonë të largët periferike, apo nëse doje të ishe një tregtar që do të dilje prej fshatit tënd, duhet të dije gjuhën helenike që t'ja dalësh, ashtu si në kohët më përpara duhet të dije latinishten që të ecje përpara në pozita të perandorisë. Pra nuk ishte diferencë dhe popullsia këtu nuk trajtohej ndryshe nga pjesa tjetër e perandorisë. Natyrisht, nëse kjo popullsi kalonte në një qëndrim, në një lëvizje, kryengritje, kjo ishte e dënueshme dhe binte mbi ta ndërshkimi dhe kjo parashikohej edhe nga legjislacioni. Por në një rast të tillë, do thoja që kjo më tepër i referoi personave drejtues, nxitës atyreve që bindnin popullsinë që të rebelojë, sepse popullsia e thjesht nuk mendoi se kishte interesa të veçanta. Do me thënë, secili shikonte punën e tij, si bujk apo si një tregtar i vogël e të tjerë. Nuk ekzistonin tendenca për të rivendikuar diçka ndryshe. E ndryshmja mund të ishte në gjëra të vogla, siç i njeh epoka jon, një botkuptim ndryshe, por nuk doja të hynim në diskutime të tilla. Çështje dogmave e herezive. Herezit konsideroheshin veçanërisht negative dhe meqense kriteret e asaj shoqërie ishin ndryshe, ndërsa sot do të thoshte një njeri thjesht tani dhe të ketë një diferencë në dogëm apo në ato që beson një krishter apo një tjetër, ndryshe nga tjetri nuk u prish bota, por në atë kohë ishte shumë e rëndësishme dhe madje shkaktonte konflikte shoqërore. Çështja e herezive është e rëndësishme.
Ju kujtoi krizën ikonoklazmës, e cila ishte diçka tjetër e veçantë dhe konstatojmë që luajti një rol shumë të rëndësishëm. Και έχουμε, να θυμίσω, αναφέρω δηλαδή και την κρίση της οικονομαχίας, η οποία ήταν κάτι το ιδιαίτερο και διαπιστώνουμε ότι έπαιξε ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Profesor Kolias, çfarë ofroi perandoria bizantine për qytetërimin botror? What does the Byzantine Empire offered for the worldly civilization? Μάλιστα. Ναι, ενδιαφέρουσα ερώτηση και εύλογη θα έλεγα. Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία τι πρόσφερε? Καταρχάς θα έλεγα διέσωσε την αρχαία παράδοση. Αφενός την αρχαία παράδοση όσον αφορά το πνεύμα, δηλαδή από το αρχαίο ελληνικό, το οποίο παραλαμβάνει η Ρώμη και το προχωρεί. Një pyetje interesante dhe logjike do thoja, çfarë ofroi perandoria bizantine? Së pari, ruajti traditën e hershme. Nga njëra anë, në lidhje me traditën e hershme për sa i përket frymës, domethënë frymën e lashtë helene, të cilën e merr Roma dhe e çon përpara dhe në vazhdim me ndryshimet që kemi, për shkak se vinë popuj të rinj dhe në hapësirën evropiane dhe në përgjithësi kemi përshkallëzime të reja. Trashëgimia e antikitetit helen apo romak mund edhe të humbiste, por ja që ruhet, shpëtohet përmes Bizantit. Do thosh akoma në lidhje me literaturën, mendimin e të tjerë, prej kopimit të dorëshkrimeve të cilat bëhen në manastire dhe përmes manastireve shpëtohen vepra, të cilat përdoren nga brezat e ardhshëm më vonë dhe kështu kemi këtë në kontribut. Pra nga njëra anë dhe nga ana tjetër, përsa i përket rrënjve të lashtësisë helene, Roma organizon shtetin me rregulla, ligje dhe strukturë, veçanërisht në thelb mjaft mirë. E drejta romake është, e dim, përbën themelin për të drejtën evropiane perëndimore të mëvonshme. Prandaj dhe mësohet ende dhe sot e drejta romake. Vetëm se e drejta romake në fazën e saj të përparuar është e drejta bizantine, e Justinianit, e perandorit Justinian, konsiderohet romake dhe mësohet si e drejta romake, por është njëkohësisht dhe e drejta bizantine. Kështu pra, transmeton dhe rregulla, do thosha, ligjet e funksionimit të shoqërisë, të shtetit dhe përmes Bizantit bëhen të njohura. Por paralelisht bëhen edhe ndryshime. Pra kjo bërtham e antikitetit dhe Roma është antikitet dhe përmes frymës kristiane, dhe fryma kristiane ndikon edhe mbi legjislacionin dhe në konceptet mbi shoqërinë dhe përparon dhe ruhet, shpëtohet dhe transmetohet ndër popuj të tjerë, shoqëri të tjera që sot konsiderohen të suksesshme, të fuqishme e të tjerë. Fakti që në kohët e mëvonshme kemi, apo edhe në mesjetën e vonë, oborret e hegemonëve në perëndim, kanë si shembull ngjarjet që zhvillohen brenda në oborrin bizantin perandorak në Konstantinopol. Kemi një libër që përkthehet shumë, mjaft interesant dhe i çmuar, që i atribuohet perandorit Konstantin të 7, Porfirogenit, që ka jetuar dhe ka shkruar rreth viteve 1050 se si duhet funksionoj pallati, por jo si një hapësirë, por si shembull që bëhet fjalë kur vjen një ambasador të vizitojë Konstantinopolin, perandorin, çfarë hierarkie, cili ceremonial duhet të ruhet, të mbahet. Dhe këto në vija të përgjithshme janë në fuqi deri në ditët e sotme. Nëse kemi të ftuar dhe bëhet fjalë në tryezë për të ulur ambasadorin e Gjermanisë, ambasadorin e Bullgarisë apo një tjetër, gjë që ndodh edhe sot, cili duhet jetë rregulli, bazuar në konceptet e perandorit bizantin, ku do të ulen. Kjo mendoj sepse kemi lexuar jo shumë kohë larg për një keqkuptim që ndodhi në nivelin diplomatik ndërmjet udhëheqësve, pasi presidenti, kryeministri apo ambasadori i atij vendi ul në një vend që aty duhet të ulej, supozohej, i një vendi tjetër më të fuqishëm. Pa ju lodhur kemi për diplomacinë. Diplomacia bizantine është e njohur dhe madje pjesërisht mësohet dhe mendohet se nuk është egzagerim dhe në vende, të paktën në Amerikë. Përbën një pjesë të mosimdhënies së informacioneve që duhet të kenë ambasadorët ose negociatorët. Kur bëhet fjalë për ardhin e një personi apo kur do ta sulmonte një popull apo një fuqi, territoret e perandorisë, përkujdesej qeveria bizantine, perandori dhe shkonte dhe i kërkonte një fqinj
dhe përmes atij ta sulmonte ai dhe të merrej ai me të, në qëllim që Bizanti të ishte më i sigurt të mos kishte humbje apo shpenzime. Diçka e tillë bëhet dhe sot, madje nëse shohim rreth nesh, është diçka që gjen zbatim, implementohet në kohët e sotme. Fuqitë e mëdha të synojnë që të mos përfshihen vetë në luftë, por të fusin të tjerët. Do më thoni që kjo nuk është e mirë dhe morale. Pavarësisht këtyre, pjesërisht të gjithë këto i mësojmë nga studimi i historisë bizantine, sepse aty ekziston vazhdimësia, siç u thash, Roma e lindjes, domethënë Bizanti dhe deri në kohët e mëvonshme. Kto më vijnë tani në mendje. Por me që jemi në një mjedis të krishterë, kristianizimi që u shfaq eci përpara u ruajt, nuk ishte vetë kuptueshme gjithë kjo ecuri. Kishte këtë ecuri krishtërimi, sepse gjeti territor pjellor të përparoj si në lindje ashtu dhe në perëndim. Nëse nuk do të ekzistonte kjo hapësirë pjellore, mund të ishin ndryshe gjërat. Domethënë, duhet ta vlerësojmë edhe këtë që u ruajtën me interesimin dhe me përkujdesjen institucionale të shtetit, parimet e krishtërimit, të frymës kristiane, mosimdhënia e Krishtit, sepse duhet kuptuar që çdo gjë nuk ecë thjesht vetëm me kryq në dorë. Και θεσμική από το κράτος ή αρχές της χριστιανοσύνης, του χριστιανικού πνεύματος, η διδασκαλία του Χριστού, χωρίς να σημαίνει ότι όλα πήγαιναν με το σταυρό στο χέρι. Γιατί ξέρουμε πώς είναι η ζωή και εξαρτάται από την ποιότητα του κάθε ανθρώπου και το τι έχει να αντιμετωπίσει. Profesor, edhe një pyetje të fundit dua t'u bëj. Disa mendojnë këtu tek ne që përse ne duhet të interesohemi për një histori të së shkuarës, sepse tani po ndryshojnë gjërat edhe jemi në tjetër kohra. Çfarë mund të na këshilloni, pse është e rëndësishme që ne të mësojmë rreth kësaj kohe, sidomos ne që jetojmë këtu në Shqipëri. Dear Professor, some people think here in Albania that why should we learn about what happened in the past? So the Byzantine Empire belongs, now it's in ruin, it's destroyed. Why should we engage with it? What is the importance of conferences like this, or what are your advices for our people here in Albania? Why they should be interested in studying the Byzantine times? Ενδιαφέρουσα ερώτηση, πολύ ενδιαφέρουσα και πολύ βασική, σημαντική, θα έλεγα όχι ερώτηση, ερώτημα στην κοινωνία. Και θα έλεγα αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με την κοινωνία της Αλβανίας. Είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί την διεθνή κοινωνία. Një pyetje shumë interesante dhe shumë themelore, e rëndësishme, do thoja, jo një pyetje, por një çështje për shoqërinë. Do thoja që kjo nuk ka të bëjë vetëm me shoqërinë shqiptare në Shqipëri. Është një çështje që preokupon shoqërinë ndërkombëtare. Veçanërisht në kohën tonë, me të vërtetë, kemi atë shpërthimin e teknologjisë, i kemi të gjitha i kemi, domethënë jemi të shmendur. Nuk arrim të mësojmë çfarë u bë, çfarë gjëre doli që ta shfrytëzojmë si duhet, kur thuajse është e kaluar. Dhe shumë njerëz, veçanërisht të rinj, nuk i detyrohet kjo njerëzve, por shoqërisë, zhvillimeve të shpejta, gjenden të mbyllur, të izoluar me një kompjuter në dorë, ashtu si ne, si unë, dhe nuk i preokupon asgjë tjetër dhe jo të gjithë, por ne njerëzit e kohës sonë, por si të mbjetojmë dhe si të kalojmë më mirë, e të tjerë. Nëse nuk ekziston e kaluara, atëherë duhet të gjendemi me të vërtet me një kompjuter që i bën të gjitha dhe të jemi në ajër dhe të gjendemi papritur kudo dhe askund. Duhet të merremi me rrënjët tona, me të kaluarën, që të ekzistojë një themel, të kemi diçka ku të mbështetemi. Domethënë, nëse nuk dini ju, nuk di unë, çfarë ka bërë i madh, çfarë ka bërë dyshim, gabim. Nuk është e rëndësishme të dim gjithë detajet, por të përcaktoj vetveten me diçka që unë të vërtetoj vazhdimsinë. Nëse nuk ndodh kjo, atëherë ekzistoj jo thjesht pas një qëllim, por pas asgjë. Të mos them që e ndjej që kam ndjensinë, por më problematizon dhe mendoj që edhe shumë njerëz të tjerë na problematizon kjo. Ku shkon shoqëria?
Por për një arsye më tepër, megjithse gjendem në një periudhë të zhvillimeve tepër të shpejta, duhet të kërkojmë që të mbështetemi diku dhe të shikojmë përmes njohurive që kanë themelin tek e kaluara, që përmes saj të shohim të ardhmen. Dhe jo vetëm për sa i përket Bizantit. Vetë kuptohet për Bizantin, vetë kuptohet Bizanti edhe për shqiptarin, por unë e përgjithsoj çështjen. Është e domosdoshme të studiojmë për të kaluarën, jo thjesht ta mësojmë përmendësh, por të interesohemi për të kaluarën, ose përmes librave, ose përmes traditës së familjes e të tjerë, që të mund të qëndrojmë mbi themele të sigurta. Ndryshe do të jemi të humbur. Dhe nuk e di se ç'mund të na ndodh. Këto janë pikpamjet e mia. Μελετάμε το παρελθόν. Δεν χρειάζεται να μελετάμε να τα μάθουμε απ' έξω, αλλά να ενδιαφερόμαστε για το παρελθόν ή μέσω των βιβλίων ή μέσω της παράδοσης της οικογένειας κτλ. Για να μπορέσουμε να σταθούμε. Αλλιώς θα είμαστε έωροι και δεν θα ξέρουμε τι μας γίνεται. Αυτή είναι η απόψη μου. Profesor, unë ju falenderoj shumë që ishit me ne sot në këtë bisedë me Media Ngjallja dhe ju urojmë edhe suksese konferencës, por edhe suksese gjithashtu në fushën tuaj. Professor, we thank you so much for the time that you dedicated to our media of the church, Media Ngjallja, Media Resurrection. And you said at the beginning that it is the first time that you organize such conference, such activities. And we hope that other activities will happen in the near future. And this kind of activities that has a lot of importance for our society, for our people. Και εγώ το βρίσκω πολύ σημαντικό. Να μην πιάσω πάλι συζήτηση, γιατί είναι τόσο... Edhe unë e gjej shumë të rëndësishme, por që të mos rinis diskutimin nga fillimi, sepse më pëlqeu shumë kjo bisedë dhe mund të më rëmbej. Është shumë e rëndësishme, akoma e lidh me ato që bisedua më parë. Do mund të thosh se një njeri i teknologjisë, i tregtisë, i parasë të tjerë, çfarë dobi e kanë të gjitha këto? Çfarë na sjell një konferencë e tillë? Jo. Do të na sjell, sepse para së gjithash do të sjell njerëzit më afër njëri tjetrit me pikpamjet e tyre. Do të ketë një diskutim shkencor, do të ketë diskutime dhe këtu akoma edhe pse mund të rezultojë e lodhshme për dëgjuesin. Është një mundësi dhe me rëndësi që të dalë një mesazh, nëse dikush shfaq ndonjë interes. Është shumë e rëndësishme. Megjithatë, siç e shikoni, nuk ndaloj së foluri. U gëzova shumë për bisedën, gëzohem shumë që jam në këto momente në Tiranë, në Shqipëri. Ndihem keq që për kaq vite nuk isha mundur që të vija më parë këtu. Është për shkak të rendjes pas shumë angazhimeve të jetës, të bëj këtë, të bëj atë e të tjerë. Gëzohem shumë që jam këtu. Ju falenderoj shumë për mundësinë që më dha të komunikoj dhe ju uroj dëgjuesve, qytetarëve shqiptar dhe kishës së Shqipërisë, meqense jemi në stacionin dhe valët e radios të kishës, uroj të shkojnë të gjithë mirë dhe të jenë të gjithë mirë. Είμαστε στον σταθμό της Εκκλησίας, να πάνε όλα καλά και να είστε όλοι καλά. Ευχαριστούμε. Thank you so much, Professor. Miqtë e Media Ngjallja ishim me profesor Taksiargji Skolias, me profesorin e njohur të Universitetit Kombëtar dhe Kapodistria të Athinës, me cilin vizituam dhe folëm për temën e ndikimit që perandoria bizantine pati në territorin e Shqipërisë. Ju falenderoj për vëmendjen.